Do të marrësh vizën turistike amerikane, por ke frikën e refuzimit. Problemi është se shumica personave qëndrojnë në stres dhe në frikë gjatë intervistës së tyre. Tek Visa Solutions ne kemi ndihmuar mbi 300 klientë që të pajisen me viza, dhe këto janë 3 këshilla që ta shmangni këtë gabim të zakonshëm. Së pari, mos e trajtoni intervistën tuaj shumë formale. Oficerët në Amerikë janë shumë informal, duke hequr formalitetet gjatë intervistës, për shembull, fjalët si zonjë apo zotëri, e vendosni veten në të njëjtin nivel me oficerët. Dhe kjo i bën ata të ndihen sikur po flasin me ne të barabartë, gjë që rrit ndjeshëm besimin e tyre ndaj teje. Së dyti, avokatët mund të paraqesin dokumente në gjyq, por në intervistë thjesht nuk ke kohë për ta bërë këtë. Oficerët duan ta mbyllin intervistën sa më shpejt të mundur, sepse ka shumë rrollë. Prandaj ti duhet të përqendrohesh në përgjigjet e sakta, të shpejta dhe me informacion të vlefshëm për oficerët që të marrin një vendim të saktë për ty. Të dhënat tuaja kryesore duhet të jenë tashmë në formularin e aplikimit që keni plotësuar. Dhe së treti, mos fol si një avokat. Intervista nuk është një bisedë ligjore, është një bisedë për jetën tënde dhe qëllimet e tua në Amerikë. Në fakt, intervista më shumë është një test sinqeritetit dhe mënyra për ta kaluar këtë test është të jesh i hapur, i sinqert dhe i qeshur, dhe jo në stres dhe në frikë, pasi mund të krijon dyshime rreth teje dhe viza mund të refuzohet. Na ndiq për më shumë këshilla në lidhje me vizat amerikane.